Të nderuar dëgjues dhe shikues të Radio Televizionit Kosovës, respektivisht të Radio Kosovës, kam nderin që sot do ta bëjmë një intervistë ekskluzive në valët e Radio Kosovës, sepse tashmë dihet që kultura, arti dhe sporti në përgjithësi janë ambasadorët më të mirë të vendit, dhe kjo patyshim që është dëshmuar ndër vite, por natyrisht edhe këtë vit. Sporti në Kosovë në vitin 2025 ka shënuar rezultate kulmore, rezultate të jashtëzakonshme. Krahas sporteve ekipore, futbolli është ai që na ka bërë krenar me paraqitjet e tyre, pra kombëtarja e Kosovës në futboll, por natyrisht edhe sportet individuale që në Kosovë ka traditë të madhe, siç kanë qenë boksi, karateja, judoja e kështu me radhë. Një sportist i cili na ka bërë krenar ditëve të fundit, padyshim që është një karateist 20 vjeçar, i cili preku kulmin e botës. Nën kampion bote në kampionatin botëror të mbajtur në Kairo të Egjiptit, është fjala për një garus i cili ka dëshmuar fuqinë që e ka Kosova, ka dëshmuar fuqinë që ka sporti i Kosovës dhe natyrisht në piedestal ka ngrit flamurin e vendit të tij. Bëhet fjalë për Islam Selmani, një 20 vjeçar që ishte një senzacion i kampionatit botëror të mbajtur në Kairo të Egjiptit ditë më parë dhe arriti që të shpallet nën kampion bote. Jo vetëm kaq, i fitoi 6 luftra, duke mposhtur madje edhe kampion evropian, kampion botëror, madje edhe medalist olimpik. Është një sukses i jashtëzakonshëm për karaten kosovare dhe Islam Selmani është njëri prej atyre emrave që do të shkruhet me shkronja të arta të historisë më të re të sportit të Kosovës. Dhe për këtë vit, për këtë fundvit në fakt, tashmë e kemi përgatit një intervistë ekskluzive me këtë karateist, i cili sigurisht që do të vazhdoj të dëshmoj fuqinë e sportit kosovar, të dëshmoj fuqinë që edhe brezat e shumt kanë dhënë shumë për karaten, e natyrisht për këtë fundvit, për festat e fundvitit, Radio Kosova vazhdon me ekskluzivitetet. Është kënaqësi Islam të kemi në studion e Radio Kosovës. Është kënaqësi edhe jam me kom prezant këtu. Këtu e kam medaljen e argjent, medaljen e kampionatit botëror, dhe je prej sportistëve të rrallë që Kosovës i sjell edhe një medalje siç është kjo nga kampionati botëror mbajtur në Kairo. Po, kjo është medalja e vet me argjend e kampionatit botëror për karaten e Kosovës. Unë jam Islam Selmani, bashkë jam edhe kampion i Evropës në vitin 2022, i cili u mojt në Prag Çekis, ku ato kon kampionati i parë evropian për mu, i cili e kena marrë vendin e parë dhe e kena arrit me çu flamurin e Kosovës dhe me ngu himnin në kampionat evropian që u mojt në Çeki. Islam, ka qenë një kampionat i jashtëzakonshëm, një pjesëmarrje jotja që ka kulmu, do thotë, edhe me medaljen argjent. Me pak fat ndoshta do të kishit mundësi në përballjen finale me garusin turk, të cilin e ke poshtë në fazën e grupeve. Po sigurisht që më shumë do të na tregosh se si ka ardhur ai në mënyrë kronologjike nga fillimi deri tek finali e madh. Po, ky kampionat botëror për mua kanë kampionati i parë për senior, kampionati botëror për mua. Është hera e parë që ku marr pjesë dhe i kena pas gjithsej 7 lufta. Ku prej tyre i kena fitu 6. Që turkun që i na rre në finale, do me thonë me të, unë e kom poshtë në fazën e grupeve 4-1. Luftën e parë e kena pas me garusin për Venezuelës, i cili u konë me më shumë ai masë unë u konë, do me thonë, ma i riu që atë në fazën e grupeve. Luftën e parë kena met me Venezuelën 3-3, kena fillu luftën e dytë kena pas me garusin pe Arabis, i cili kena met 0-0, do me thonë në fazën e grupeve, kur të mesin barazim, një pikë shkën për ato, një për mu. Edhe finalen e grupeve kena pas me Turkën, ku kena met 4-1 për mu, tani i kena pas edhe luftën më kundër Romunit, me Romunin Mamët i na met 1-1 me fitore, edhe i kena mposhtë Romunin me një rezultat mjaft bens 6-1. Kena fillu me jena ndesh tani me të parin e ranglisës botërore, i cili është Hashimoto nga Japonia. Edhe unë me ranglisë jam konë shumë larg për më ndesh me ato, nuk jam ndesh asnjëherë tjetër, unë jam konë 110 në ranglisën botërore, ai u konë i pari. Edhe nuk na ka marrë fort parasysh, por nuk i ka dalë çashtu. Do thotë ke qenë
I pas zbulueshëm për ta. Pas zbulueshëm, domethënë ata janë hi me mu nashta veç si nxejmë, se s'u kanë njoft. Edhe kena mujt Hashimëtën me një rezultat mjaft mirë 6-3, i cili tani kena pos luftën me Uzbekistanin, i cili kena bo luftën për finale, e cila ka qenë lufta spektakël, se me fitu para kohe për me shku në finale është dyqysh si një 20 vjeçar për mu shumë krenari, me fitu 9-1 është dyqysh e madhe. Pastaj në finale me Garusin Në tur. finale me Çka mendove para këtij meçi duke marrë parasysh që e kishe poshtë në fazën e grupit? Po, të e morë parasysh që më poshta fazën e grupeve, më ne unë konë shumë i bindur që e mu edhe në finale, po e kena pos dë ndalesa për shkak të shëndetit. Nuk kena mujt me flet atë natë heq edhe pe emocioneve dhe na konë me shëndet jo mirë, ku ajo më ka pengu shumë për fokus edhe ajo konë arsye e cila nuk kena mujt me poshtë në finale. Megjithatë një vend i dytë, një medalje argjend, një medalje nëse mund të themi kështu krenarie, sepse nuk është e lehtë të mposhtësh madje ata që i përmendet. Po. Kur keni filluar me karate, do thotë para se të vini tek titulli i parë kampion i Evropës në Prag. Me karateun e kum fillu i tash i kum bo 12 vjet gati. Në moshën 8 vjeçare. Po. Për moshës, atëherë më kanë nxit mu prindi me shku se pe fëminisën e më konë shumë i lveshëm. Edhe bobi jam vazhdimisht më ka thonë me shku në sport karates, i cili kur më ka dërgu atë, ka po edhe trajneri jam i Sakcuri, i cili në përshëndes. Unë ka po edhe që kam talent, me punën e ti të palëshme në orë deri qëtë. Do thotë vini nga Obiliqi, Po jem banori Obiliqit, ndeshëm për klubin e karates As Prishtina. keni ndruar disa klube, do thotë keni qenë edhe në Bardash, keni filluar në Obiliq. Unë jem konë veç në klubin e karates Besa Obiliq, edhe kum fillu në klub të karates As Prishtina. Do thotë tash garani me As Prishtina. Po. Sa garus janë për momentin në këtë klub, duke marrë parasysh, a ka ndonjë talent, ndonjë emër që talmën mund të Në klubin e karates As Prishtina, po. Po ka disa talente janë dikën ofër 30 garus, se janë me ekipa e parë, 2 e 3, po ka mjaft garus talentum që pritet në të ardhmen me morë sukses. Islam dihet që sporti karates, të gjitha këto sporte luftarake që janë, Po. nevojitet shumë punë, angazhim, disiplinë, por natyrisht përgatitje shumë. A mund na thoni se sa ke pas mundësi edhe sa kanë pas mundësi, jo vetëm klubi, por edhe Federata e Karates, që t'ju dërgojnë juve në kampe në mënyrë që të përgatiteni sa më mirë për një aktivitet të madh. Për federat nuk janë kanë mundësi shumë të mira, po me aq mundësi sa kanë pas na kanë zhvillu 3 kampe, 2 kena pas një kena pas para kampionatit evropian për senior, i cili jam dal ato i 5-ti. Dytën e kena pas apet në bug përgatitjen, tani e kena pas edhe përgatitjen e tretë, që tash para kampionatit botëror në Kroaci, i cila federata kroate me federatën e Kosovës e kanë organizu, edhe i na ndesh me më të mirë ato që janë në Kroaci, edhe të cilë. A janë të mjaftueshme këto kampe që janë bajt në prag të një kampionati botëror siç është Kairo? Të mjaftueshme, s'po di ç'më thon, nuk mendoj që janë të mjaftueshme, se të e morë parasysh që shtetet tjera shkojnë përgatitje 1 muj, 2 muj në për kampe, po megjithatë mirë. Islam, e bëm një hyrje, do thot për shikuesit dhe për dëgjuesit e Radio Kosovës, të cilët dëshirojnë të dinë më shumë për jetën tuaj dhe për garat që i ke pas. A mendoni që e keni menduar në fakt që mund të arrini edhe si nën kampion bote në një periudhë kaq të shkurtër? Po tash Realisht. Nuk e ku menu edhe atë shumë, pse unë jem shumë i ri, edhe ka botë që kanë fillu karrierën edhe kanë mbyll karrierën e nuk kanë mujt me mrikit sukses që e ku mriju, nëse nuk është letë më bo nën kampion bote, se atë do me thonë morrin pjesë 32 për këtë shteteve të botës, 32 më të mirë e botës. Edhe për mua është krenari shumë e madhe që ku më arrit me pru këtë sukses në këtë shtet ka të vogël, se një shtet ka të vogël me marr këtë arritje ka të madhe, për mua është shumë krenari, po e lehtë nuk kon as pak. Në kampionat botëror ke arrit në bazë të kualifikimeve. Po.
sepse thatë ma herë që keni qenë i 110 në ranglistë. Do thotë pothuajse ka qenë e pamundur që të merr pjesë në një kampionat botëror. Në këtë kampionat botëror jam kualifiku në Europian, i cili u mojt në këtë vetë në Armeni, i cili më dole ato i 5. Atë kena mujt me mposht Grekun, i cili u konë 2 herë rresht kampion i Evropës. Edhe është një mosh më të madhe se në shumë, ai ka dikon 26-7 vjet. Edhe si një 20 vjeçar e kena mposht ato, i cili u konë 2 herë rresht kampion i Evropës. Karateja në Kosovë ka një traditë e madhe dhe në të kaluarën duke marrë parasysh që kemi shumë karateist, të cilët fatkeqësisht nuk kanë pas mundësi ta përfaqësojnë Kosovën, do thotë kanë pas me shtete ndryshme, Femi Maalla, pastaj Don Gjoni në Kroaci, Enver Idrizi me Kroacinë e kështu me radhë. Cili ka qenë inspiruesi juaj, një prej karatesëve që ty të ka inspiru për me arrit këtë sukses? Për mua janë konë inspirues ta krejt që i përmene ti, edhe Cili më shumë? Enver Idrizi. Enver Idrizi. Do thotë ai ka marrë pjesë në kupën botërore. Me Kroacinë në vitet e 90-ta. Duke marrë parasysh që ka shumë pyetje, ose ka shumë interesim, din më shumë për juve, megjithatë do të ndalim tek planet tuaja, duke marrë parasysh që tashmë e keni arrit një sukses. Karateja dhe ngadalë mund të kthehet edhe si sport olimpik, do thotë në lojrat e ardhshme olimpike. A mendon që me këtë punë që po bëhet klubin tuaj mund të ketë edhe suksese tjera, sidomos në vitin 2026? Unë jam shumë i bindur që ka me pas me këtë punë edhe këtë ekip që jam të ushtruar në që ka me pas suksese të reja, tash që na kualifiku edhe në Premier Liga, i cilat mohën 32 më të mirë të botës edhe atë, po pakon top 32 që nuk mundesh me hin Premier Liga. E tash me këtë rezultat që kena mrim botëror, do me thonë mënu me marr pjesë edhe në Premier Liga, tash po pretendoj edhe në kampionatin evropian që mohet, që tash përse njerë në Frankfurt, Gjermanisë, po pretendoj ato me marr medalje, e të shumë që apo vjen. Islam, tham në hyrje të këtij bashkëbisedimi apo të kësaj interviste ekskluzive që po e realizojmë në valët e Radio Kosovës, që është krenari për një sportist që e ngrit flamurin e Republikës në një aktivitet të madh. Do thotë, çfarë ndjeve në momentin kur u intonua dhe himni i Kosovës? Unë ndjeva, u konë ndjenë e jashtëzakonshme për mu, të marrë parasysh që vina për një venit vogël e me ngrit flamurin në Egjipt, të një shtet që s'na nje, u konë për mu shumë krenari shumë e modhe, nuk bedi edhe që më ta përshkru se shumë u konë emocion i madh. Përshkruje me ato pak fjalë, sepse na përcjellin edhe ata sportistët e vegjël. Po shumë ata të cilët pretendojnë që të arrijnë shumë krenari e modhe u konë për mu me ngrit edhe pse na ka met pak peng finalja me ngrit flamurin të porin, po për arsye shëndetësore nuk mujtëm, po s'ka më nalë me që ka, s'pa arrit qëllimin tënë. Çfarë do thotë për një sportist, për shembull i ri si ti, nëse e humb një meç, për shembull final, edhe pse vendi i dytë ose kjo medalje ka peshë të madhe, por megjithatë sa ndikon kjo? Kjo ndikon për mirë për mu, se do me thonë tash nashta ishëm nalë me marrë vene e parë, për tash kjo që e këna marrë vene e dytë u motivon halo ma shumë që mas 2 vjetëve me marrë të parë. Ku do të bëhet kampionati jashtë botëror? Halo nuk dihet. Nuk dihet. Mbetet mu po. Islam, folëm pak për kushtet për një sportist. Cilat do të ishin kërkesat tuaja, qoftë edhe për trajnerin tuaj personal, qoftë edhe për klubin, për federatën, në përgjithësi edhe për komitetin olimpik, që ju edhe garusit tjerë të keni kushte për mu përgatitur sa më mirë. Po kushtet unë si garus nuk i kam edhe ashtkësia e cili e kena na edhe një sponsor të klubit, i cilin e përshëndes IRG me pronar Raif Musaj. E qëto do të më ndërprej se nuk është ai. Vazhdo. A më në me prej tani shto? Po, Andrej. Më veç bëm edhe njerë pyetjen se më falë. Do thotë që të pyetje e kësha hikre se s'është as s'po di ç'më thon. Kush ju ndihmon para garave të shumta, para aktiviteteve të shumta, sepse
për të arritur një sukses ose për të marrë pjesë në kompeticionet e tilla. E dim kushtet që janë në Federatën e Karates, nevojitet kosto e madhe për mi mbulu të gjitha ato shpenzime. Po për kështu që më ka përkrau gjithë kohën më spori familja e cila më ka përkrau pa pikë pritese në çdo garë, Federata e Karates të Kosovës, edhe klubi jem i As Prishtinës me sponsori jon IRG me pronora i Fajdinin. Islam, unë të falenderoj shumë që gjetë kohë ta bëjmë këtë bisedë. Sigurisht që do të jetë ekskluzive që do të transmetohet në programin festiv të Radio Kosovës edhe natyrisht edhe me pamje, një garus, një premtues i madh, natyrisht një sukses i tillë si nën kampion bote, nuk besoj që do ndalesh me kaq sepse Jo. ke moshën e re dhe natyrisht ke jetën përpara, Normal. të dëshmosh që kjo nuk ka qenë vetëm rastësi, por do të vazhdosh edhe me tituj tjerë që do t'i sjellësh Kismet. vendit. Radio Kosova gjithmonë ka qenë pioniere e promovimit jo vetëm talentëve, por natyrisht edhe sportistëve, edhe me Islam Selmanin që ne po e realizojmë këtë bisedë dhe me që do ta përmbyllim këtë bisedë atëherë si kampion edhe ne si medium që jemi adresë e sportit në Kosovë, ta dhurej këtë medalje të tëndën. Dhe unë besoj që të kemi sa më shumë medalje të Faleminderit. tilla në mënyrë që t'ja dëshmosh edhe botës që vendi Kosova do thotë Ka shumë talent, kampion. ka shumë kampion. Do ta përmbyllim me një porosi të ndën, një porosi që vjen për garusit, për shokët e ekipit, për të gjitha të sportistët të cilët pretendojnë të arrijnë suksesin tonë. O bën edhe njerë që të pyqës se të kuptova mirë. Një mesazh i juaj për gjitha ata shokët e ekipit, karateistët dhe sportistët të tjerë të cilët dëshirojnë të merren me sportin dhe dëshirojnë të arrijnë sukseset që e keni arritur edhe ju. Po kjo për shokët e mi besoj që u konë motive e cile ja kum hop rrugën për me arrit suksese edhe besoj që bashkë me shokët e mi kena me arrit alo ma shumë sukses. Islam, unë të falenderoj shumë, ju dëshirojmë shëndet, suksese, edhe po shpresojmë që edhe në kampionatin evropian të jesh kampion, të merr një Faleminderit. pozitë ndër pozitët e para. Të nderuar dëgjues, biseduam me Islam Selmanin, nën kampionin e botës në karate, i cili doli i dyti në botërorin e mbajtur në Kairo të Egjiptit. Folëm për jetën dhe veprën e tij, do të thotë një 20 vjeçar, një sportist i ri, po natyrisht që ka arritur tashmë kulmin, ka arritur podiumin, edhe sigurisht që ky sukses po përshpresojmë që do të jetë edhe një shembull i mirë edhe për ata sportistë të cilët kanë ndjek rrugën e Islamit, kanë ndjek rrugën e karates, por edhe në përgjithësi të sportit në mënyrë që të arrijnë suksese në fusha të ndryshme apo disiplina të ndryshme sportive. Kjo intervistë ekskluzive në valët e Radio Kosovës, sigurisht që Radio Kosova do të mbetet pioniere e informimit dhe natyrisht përcjelljeve të ngjarjeve të mëdha, e sigurisht që edhe bisedave të tilla me sportistë të cilët çdo ditë më shumë po na bëjnë krenar.